Çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë dhe shokët vetë, i kanë thonë se hajde në qo pak, se kemi një muhabet për sjeru me do çuna tjerë, edhe aty ka nisë konflikti. Ndër këta, çunim ka ngel ma i dëmtumi. Djali jot ka qenë taksist. Dalim, e kanë thonë hajde se kemi diçka për sjeru, a e ka pas qenë nisë për shku për punë. Dhe i ka dërguar si... I ka dërguar me fjalë që të sqarohen dhe të hikte në punë vetë. S'ka pas lidhje me ngjarjen. S'ka pas lidhje me ngjarjen. As nuk i ka njohur ata çunat. Para se të niste djalin puna, komunikove me ta? Jo, s'kam komuniku. Nuk kam di gjë. Unë kam marrë vesh për një shok të çunit, mas i ka ndodhur ngjarje. Që është jo një shumë rëndë. Hajde ke spitali urgjent. Djali ka qenë në shkollë, ishte shkollë para ditë. Djali ka qenë në shkollë para ditë, deri në orën 12. Pas orës 12. Pas orës 12, as vesh, ka shku, a vesh ke shtëpia, ka shkuar nis për punë. Jo, u ka ardhe pa pritur? Unë ka ardhe pa pritur, me normal. Vetëm kur kanë thonë që është çuni shumë rëndë. Djali s'ka pas asnjë konflikt me asnjë? S'ka pas asnjë konflikt me asnjë, do të kishte thonë ose mua, ose çunit, ose dikujt, ose të më kishin sinjalizuar familjarët që ka pas konflikt. Të më kishin thonë ato na rom shaf çuni jot. Ose kemi diçka për sqaru. Kjo më ka ardhur bon komplet, s'e kam ide. Djali vetëm më ka thënë një shok që hajde e shoqëro. Hajde shoqërojmë, hajde shkojmë pak se kemi diçka për sqaru me do çuna. Me do çuna. Po. Dhe ki si ka shku mos sqaru me çunat ki? Ka has pa dashje, ka has në rezistencën aty në konflikt. Dhe çuni ka ndërhyrë për t'i ndarë. Po. Ka ndërhyrë për t'i ndarë dhe ka marrë fikat.